Nuk e thënë. I jam drejtuar me dorën në zemër, doktori kam thënë. Të lutem mos ngjoj këto që ke afër. Mos ngjoj këto afër. Ishe pa kalu në rreth shtëpie. Edhe bides Sali Berisha sot, po të ishe në rreth shtëpie, unë s'do flisem më sot. Një thoja, s'ka fajt la ka qenë rreth shtëpie. Po. Pra ne humim zgjedhjet, i humim këto. Por faktikisht dolim janë. Por i kam thënë, mos na lën partinë në dorë flamurnokës aty tjetër kam thënë. Se na morëm qafë. Dhe respektoj vendimin e gjykatës, sepse vendimi i gjykatës, ka thënë, do ta ndryshojmë vendimin e gjykatës se nuk mund të sidosh dot gjykatat, nuk mund të drejtësinë dhe që bëhet rreth shtëpisë. Në një kohë që i kam thënë, pavarësisht që është vendimi politik, ti duhet ta respektosh të vendimin, detyrimin paraqitje, që punoni lirshëm dhe 2 herë në muaj siç të kanë kërkuar të shkosh atje, të vemi ne përpara spakut bashkë me ty. Ja kanë propozuar ata që po bëri tani Berisha nga dhjetori vitit kaluar deri tani. Ja kanë kërkuar më jetë shkruara gjërat, i vetëm tjetër uçi kokën, nuk fliçën. Kur di se ke kafe rrugët në dy korridor thoshin e bën e mirë. Këto janë gjërat që i kam thënë unë vllajtë. S'e mund, është normal vllajtë. Pse? Sepse unë besoj që njeriu duhet t'ia thush gjërat. Ti mos i bëj intrigë mbrapa krave, mos e shaj për tavolina, mos i bëj pislliqe, mos e tradhto. Po thuaj të vërtetën. Sepse duke fërkuar gjithë ne si punë mirë, që ka mirë hotela. Po që ka mirë kështu. Edhe në rifet, të ke parasysh pastaj robi si puna ajo që thuhet atje, që kam rregull. Ky është problemi aty drejton. Masha. 4 faktorë të cilët na çuan në këtë pikë. Dhe pak na pak këto më janë sollën e rezultat. Do humnim. Po jo kështu. Jo kështu më kështu do ngjallesh shpresë prap. S'do ikte Berisha, do në një tjetër, në një 62-63 mund ta kapnin. Pa diskutim, o drejtan, po pa diskutim. O vlla, disa thoshin njerëz të ne. Ure do të shohim me syrin këta, jo rrem me këta Allah. Po ku të vemi re? Ku demokratë la? Ku të vemi më re? O deputet, po ku të vemi re? Jemi persekutuar, por nuk mund të vazhdojë dot ashtu vetëm më. Nuk shtyhet më, nuk s'mund ta mendojnë dot që prap të kthehet Berisha. Kaq më. Pra Hajmalia e Deramës, Partia Socialiste ishte qenia e Sali Berishës. Inshurenca, full kasko, me sigurtoni full kasko është Sali Berisha. Edhe sot lënë pas 4 vitesh Rama do vjen 95. Mbaroj edhe këtë. Por miku im, do duhet që ti kundërshtarin mos të jesh si kundërshtari, kuptimin në gjithçka. Do të jesh antipodi kundërshtarit, që do të bësh atë. Okej, dashi, Berisha e ka parë edhe një herë tjetër fundi në 2007. Mund të ketë një sepse u krijua ky miti, më fal, në 97-ën e kapi fundin Berisha, po u çua në 2005. Po kisha një element krahasor, mos harro. Një para herë. Berisha ikon nga pushteti jo në rrethana normale, pavarësisht problematike gjëna, po në një çmenduri shqiptare gjithë vendit. Arriti e krijoi të mbështetësit e lufta, drejtje, gjithçka me gjithçka revolucioni. Edhe kishte gjë Berisha. Që deri në vitin 2005 Sali Berisha s'kishte kurrë as media, as individ, as politikan të vinte ta akuzonte për korrupsion. Presupozoi si njeriu më i ndershëm dhe qeveria Nano dhe ministri Nano dhe nga korrupsioni u molepsën dhe arma e gjithë Berisha ishte korrupsioni. Gjë që tani ti kur e thu nuk të vlen më. Në 2005 ishte teza bazë kryesore. Pasa përfshiu dhe gjithë që zeroi kopin e mori dritanin, dashin, gjithë tjetër. Po çfarë do të fiton me qenë se fitote? Mori molla. Ç'ti që me Sali Berisha unë? Ashtu thotë. Mori kërkoi partia, ai do ta bësh për vendin tatë, gjë, ma mushi menjë. Valla unë hyra, më të fitova. Si puna ime më futi edhe çfarë tjerë. Ha kupton në zona tjera. Edhe Djata fiton vetëm me figura drejtan. Ne fitoshim komunë, nuk fitoshim bashkitë më të mëdha. Sepse kishim individ më të fortë. Me figura më të mira atë. Po ti imagjino, kishim komunë. Dhe fundit është kjo tash. Budalliku Lul Bashës 2015 që ke parasysh për ndarje administrative. Se këto nuk di me fol më burrë. Ato nuk marrin analizë, nuk marrin lapsa, nuk marrin letra, nuk shohim shifra se unë shifra edhe në parlament vallati. Unë merrem me buxhetin, me shifra, me gjëra të tjera. Këto nuk merren valla, të flasin hajdut, ti këtu, hajdut. Po pa thënë hajdut është flur, asgjë. Ditush me fakte, me prova njëri. Ti që në ndër të vetmi që ke goditur oligarkët me jam, Po patjetër, s'flisën njëri më. Nuk. A ti që kam thënë unë njërin ato, s'pa them se s'duhet se për respekt të oligarkut, jo për gjë tjetër, i vetëm. Jo, tani kaluan gjithë atë. Tha, po i thash, po pse s'leti? Jo, tha, po gjaja im ka pi gjak tha me te. Po ti ke pi naftë, thash? Sa ky bie thash? Sa më unë s'ka pi naftë, s'ka më retollon naftë, një më ndjek, s'ka më frikë. Me emër me gjithë gjërat. Më bllokuan sa kohë rrugët e varja, më çerë si ka. Dhe çfarë të ndodh ty vllajtem? Ty ndodh kjo, që ti njerëzit duhet ti ngresh. Ti ngresh besimin, po i ngresh besimin,
Këtë që Berisha nuk e bën dot më këtë lloj. Edhe kur I thuti për korrupsionin, kështu, ai thotë, "Ore, çam sot më këtu thotë tani." Po sta beson. Ajo që nuk mund t'i bësh të gjitha. A e pra? Ajo të gjitha gjëra. Këto janë problemet të cilat kanë ndodhur. Dhe ai budalliku Bashës pra, ki parasysh qarku Gjirokastras. Numër votuesësh ka një lloj, ka një deputet më shumë, pak ka votues, ka 7 bashki Gjirokastra. Devol, Libohov, më fal Devolon, Dropull, Libohov, Gjirokastër, Tepelen, Memaliaj, Përmet, që ka tjera më nuk e di, Leskovik që quhen të gjithë gjërat, që ka Kuksi që ka tjene, 3 bashki, Kuks Hastropoj. Brena. Për ndaj territoriale, amigo im. Apo janë punësuarit? Punësuarit më shumë, amigo im. Bashki, administrat, janë makineria do që punojnë gjithë janë. To budallë që trashën atë. Nuk bën ndarje administrative me bollikun e vet, kishin sa bashki më shumë se iku kjo. Ekzistimi kolektiv në shkurt të 2019-s, djegje mandateve. Ka pas I burr të meqëm, 2 burra, po një burr I meqëm Ilir Rusmali quhej. Partia Demokratike. Mendja e ndritur. Por mendje djallëzore për të formuluar ligjin, për të formuluar ligjet. Konstitucionalist shumë I mirë, për funduar në Gjermani e të gjitha gjërat, që ishe mendje bashkë me një bashkëpunëtor tjetër, Viktor Gumin. Jashtëzakonisht specialist I mirë, teknik I mirë që ka marrë prapë pesë në këto gjithë që bën këto komisionet. I cili kur kam qenë edhe unë atëherë, kur bë ndryshimet kushtetuese, tak e parashikuam që në sistem magjoritar, nëse vdiste njëri apo dhe futin burg njëri, do bësh zgjedhje prapë në zonë. Kur tani e zitë vendin listës pasuese e tjetri. Këto budallëjt thanë, I morin deklarate Basha, deklaratë kod budalliku, se si puna noterit edhe ke noterit, edhe testament që I le pasurinë çunit I fëmijëve, dajës, gjëra, ti revokon çdo çast edhe. Që pasuri, s'ke drejtë ta revokosh. Edhe ato hyn prapë tjetër aty, ndodhe që ndryshu 5 herë kushtut, 3 herë kushtut, 5 herë kodi zgjedhor, priçi koalicionar para zgjedhore, mori fund. Mos pesmarrë pasaj në zgjedhje vendore, ngjitet pa I bashki, pa I komunar, pa si lloj gjëje. Që 2021 ne u ndam për 35.000 vota si votat opozitës. Pra që po të kishe edhe këte ushtritate ti që punon, 5 aty 10 aty që do palatore. Edhe Edi Rama e kapi sa është burrizuar. 2021 shpëtojnë në qime në përfije flokut, po themi në qimen e flokut, që kuptojnë se mos I kuptojnë në një fjalë, në qimet flokut I kaloi, në fiet flokut. Pra, në fiet flokut dhe e vuri menjen. Ai ka filluar që nga punë nga 25 prilli, nona ku e tash do ta drejtoj gjën gjithashtu dhe ndërtoi skemën, pastaj me 26 korrigë aty, budalliqet e këtyre, I morën vulë, morën këto, u kënaqën me këtë gjëna, bë ligjet, voton, bëjmë amnistin, gjitha gjërat, e hangër në fund.